Ky është muaji që ndryshon fatin tënd. Çfarë të pret sipas shenjës? Ky muaj nuk është si të tjerët. Yjet janë rreshtuar në mënyrën më të pazakontë të vitit, dhe disa shenja do të përjetojnë një transformim të madh, në dashuri, karrierë apo financa. Diçka e jashtëzakonshme është në horizont. Mos e humb këtë mesazh që universi ka për ty, sepse ai mund të ndryshojë gjithçka. Tashi, këtë muaj dashi ndjen nxitjen për të marrë vendime të guximshme. Një mundësi e madhe financiare shfaqet papritur, por kërkon zgjuarsi. Në dashuri, një person i së kaluarës rikthehet, a do t'ja hapësh derën? Kujdes nga vendimet impulsive në javën e tretë. Demi përballet me një sfidë të fshehur që lidhet me besimin. Një miqësi e vjetër mund të kthehet në diçka më shumë. Në punë, shefat vëzhgojnë më shumë se ç'mendon, mos e nënvlerëso veten. Fundi i muajit sjell një lajm që e ke pritur prej kohësh. Për binjakët, muaji sjell zgjerim mendjeje dhe rrugë të reja. Një udhëtim i papritur mund të ndryshojë këndvështrimin tënd për jetën. Në dashuri ndihesh i pavendosur, por intuita jote këtë herë është e saktë. Ndiq atë që të bën të dridhesh. Gaforia. Yjet paralajmërojnë për një periudhë ndjeshmërie të lartë. Do ndihesh më emocional se zakonisht. Nëse je në një lidhje, do përballesh me një test besimi. Financiarisht, një investim i vogël mund të sjellë një fitim të papritur në javën e fundit. Luani. Luanët këtë muaj ndriçojnë sikur më parë. Do të marrësh vëmendjen e dikujt me influencë që do të hap një derë të madhe për ty. Në dashuri, një surprizë romantike vjen nga një person që se kishe parë asnjëherë në këtë këndvështrim. Virgjëresha. Virgjëresha më në fund ndjen qartësi në kaosin e jetës së përditshme. Një projekt personal fillon të marrë jetë. Në marrëdhënie, fjalët që nuk i ke thënë do dalin në dritë, dhe dikush do habitet nga ndjenjat e tua. Peshorja. Peshorja mëson se paqja e brendshme vjen nga balancimi i vërtet, jo kompromisi. Dikush do të sfidojë autoritetin tënd dhe do të duhet të mbrosh veten. Në dashuri, një vendim i vështirë duhet marrë me zemrën, jo me logjikën. Akrepi. Për akrepin, gjithçka sillet rreth transformimit. Një e vërtet që është fshehur do të dalë në sipërfaqe. Nëse e përballon me guxim, do të dalësh më i fortë se kurrë. Në dashuri, pasioni ndizet si flak, por mund të djegë nëse nuk kontrollohet. Shigjetari. Ky është muaji i eksplorimit për shigjetarin. Një ide që të ka lindur do të kthehet në plan konkret. Në dashuri, ndihesh i përfshirë në një situatë që se kupton plotësisht. Të duhet të flasësh hapur për të dalë nga mjegulla. Britsjapi do ndjejë më shumë se kurrë peshën e përgjegjësisë. Një ofertë e madhe vjen, por kërkon që të sakrifikosh kohë me njerëzit e dashur. Në dashuri, distanca emocionale duhet të kaluar me hapjen e shpirtit. Ujori. Ujorët do ndihen sikur janë përpara një portali. Një vendim që do marrësh këtë muaj mund të ndikojë gjithë vitin tënd. Një person i ri hyn në jetën tënde me një mesazh të rëndësishëm. Shiko përtej sipërfaqes. Yjet po të çojnë drejt një zgjimi shpirtëror. Një ëndër e përsëritur ka një kuptim të thellë. Në dashuri do ndihesh më i lidhur se kurrë, por frika nga lëndimi të pengon. Mos e lër të shkuarën të prish të ardhmen. Universi nuk flet gjithmonë me zë të lartë, ndonjëherë flet përmes yjeve. Komento më poshtë shenjën tënde dhe çfarë ndjeve kur e dëgjove këtë parashikim. Mos harro të bësh subscribe dhe ta ndash këtë video me dikë që ka nevojë për një sinjal nga yjet.